Albumi I vitit Ethno Engjujt. Është shumë interesante kjo. Fituesi vjen te fituesi. Faleminderit shumë edhe një herë. Ky është ndër çmimet që më pëlqejnë më shumë, do të thënë realisht që kanë peshën më të madhe për mua. Për shkak se është album që përkundër tjerave marrën edhe autorsinë tëme. Do të thënë nuk jam vetëm interpretues I albumit, po edhe kompozitor, orkestrues, edhe producent I albumit. Faleminderit për jurinë.